Partia Demokratike dhe Gavlor dënon me forcën më të madhe aktin e rëndë e të papranueshëm të dhunës së ushtruar ndaj gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre profesionale në qytetin e Vlorës. Ditën e djeshme, teksa gazetarët po pasqyronin protestën e punojësve të ndërmarrjes së pastrimit, të cilët kërkonin kushte dinjitoze pune dhe pagesat e prapambetura, gazetari Syri Televizion, zoti Gentian Kurqiu, së bashku me kolegë të tjerë të medias, u ofenduan dhe më pas u goditën fizikisht ka një person i identifikuar si punonjës i kësaj ndërmarrjeje. Ky akt brutal përbën një tentativë të hapur për të penguar transmetimin e realitetit dhe për të mbyllur gojën e medias. Është një sulm i drejtë për drejtë ndaj fjalës së lirë, transparencës dhe vetë demokracisë. Zuna ndaj gazetarëve është produkti një pushteti që nuk pranon zëra kritik, që nuk toleron denoncimin e problemeve reale të qytetarëve dhe që reagimin ndaj së vërtetës e ka zvendësuar me presion, kërcënim dhe intimidim. Kjo është fytyra e një pushteti të kalbur që mendon se gjithçka mund të kontrollohet me forcë. Partia Demokratike dhe Gavlor shpreh solidaritetin e plot me gazetarët e Vlorës dhe në veçanti me gazetarin Gentian Kurqiu. Gazetarët janë profesionistë që kryen një detyrë etike për funksionimin e demokracisë dhe informimin e qytetarëve. Çdo kundërshtim ndaj medias nuk mund dhe nuk duhet kurrë të shprehet përmes dhunës. Dhuna ndaj gazetarëve është dhunë ndaj qytetarëve dhe ndaj vetë demokracisë. I bëjmë thirrje prokurorisë pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë që të nisë menjëherë procedurat ligjore, të identifikojë dhe ndëshkojë autorët e këtij akti të rëndë dhe të mos lejojë që një ngjarje e tillë të kalojë në heshtje dhe pa ndëshkueshmëri. Partia Demokratike do qëndrojë gjithmonë në krah të medias, të gazetarëve profesionistë të përkushtuar dhe do të denoncojë çdo akt dhune, presioni apo intimidimi ndaj saj.